Më 17 janar, publiku kanadez dhe komuniteti shqiptar do të përjetojnë një ngjarje kulturore që shënon një moment të veçantë, koncertin Musical Echoes, një mbrëmje e dedikuar teatrit muzikor, e ndërtuar mbi veprat më të njohura dhe më të dashura të Broadway-t dhe muzikaleve ndërkombëtare. Ky koncert ndodh për herë të parë në këtë format dhe përbën ngjarjen inaugurale të kompanisë së re teatrale Kaelestia Productions, një bashkëpunik artistik ndërmjet dy producentëve, artistit shqiptar Clint Uzuni dhe profesor Ronald Debek, përfaqësues i traditës akademike dhe artistike nord-amerikane. Musical Echoes është konceptuar si një koncert i stilit Greatest Hits të teatrit muzikor, duke sjellë në një mbrëmje të vetme këngë ikonike nga epoka klasike deri te ajo moderne. Programi përfshin gjithsej 19 këngë, të interpretuara nga 11 artist kanadez, të ndarë në 12 performanca solo, 6 duete, një interpretim grupor final. Në qendër të këtij projekti qëndron Clint Uzuni, artist shqiptar i rritur dhe formuar artistikisht në Kanada. I diplomuar në Theater, Fine Arts, New York University, Clinti ka ndërtuar një karrierë të konsoliduar në teatrin muzikor, me pjesëmarrje në mbi 13 produksione në role kryesore në Ontario. Në Musical Echoes, ai mban një rol të dyfisht, Music Director, përgjegjës për drejtimin muzikor të koncertit, interpretues, duke sjellë në skenë disa nga numrat kryesor të mbrëmjes. Përmes këtij projekti, Clint Uzuni shfaqet jo vetëm si artist, por si ndërtues i një vizioni të ri artistik. Krahas Clint Uzunit, drejtimin artistik e mban profesor Ronald Debek, një figurë me përvojë akademike dhe skenike, i cili kontribon në ndërtimin konceptual dhe estetik të koncertit. True, but I must say to you, I don't need your love, it's just enough. Who gets hurt, but who learns how to toughen up when she's bruised and gets used by a man who can. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you if they find you wrong. Seen before, I love to open every door to set me free, so I can soar. If someone like you staying in or hitting townward from the top and working downward, I ensure that every stitch is stitched in time. Çfarë mesazhi dëshironi t'i përcjellni publikut përmes këtij projekti? Po tani publikut shpresoj që sa më shumë shqiptar të na vinë dhe të na ndjekin shfaqjen, të na suportojnë, se ne po bëjmë një diçka mendoj të veçantë, nuk di ndonjë shqiptar tjetër në këtë industri. I won't go back. I can go the distance and I'll stay on track. I will not accept defeat. It's an uphill slope and I won't lose hope. When I go the distance and my journey is complete. Alp TV Kanada është prezent si mbështetës dhe promovues mediatik i kësaj ngjarjeje, duke ndjekur nga afër përgatitjet, provat, intervistat me artistët dhe vetë eventin më 17 janar. Musical Echoes më 17 janar është më shumë se një koncert, është fillimi i një rrugtimi artistik, një moment përfaqësimi, një jehon që nis në skenë dhe vazhdon më tej.